Sot ka qenë një nga ato ditët që duhet zgjohet sa shumë herët, sepse këtu te Partia Demokratike kishin një takim shumë të rëndësishëm në orën 9 fiks. Sot ka qenë një nga ato ditët shumë të rëndësishme për këtë parti, sepse ka ardhur një i ftuar nga Gjermania, më saktësisht është Christian Forneck dhe është përfaqësuesi politikave të jashtme në partinë e CDU-s në Gjermani. Besoj ju që rini Gjermani e kuptoni se çfarë përfaqësuesi është ky person. Dhe ka ardhur në një takim për takuar personalisht profesor doktor Sali Berishën. Këto janë momente që unë i kam filmuar me kamerë trupi që vendoset tu te gjoksi, që vendoset telefoni. Ka momente që lëviz dora, por nuk është problem sepse rëndësi ka që te kamera profesionale të jetë çdo gjë e filmuar saktë, për lajmet e orës që jepen darkë dhe lajmet zyrtare. Por ishte një takim që të dy palët dhanë duart shumë miqësisht, folën ato momentet e mirësjelljes në anglisht dhe u përcollën. Më pas Berisha bëri dhe një deklarat për shtyp për gazetarët, edhe aty u bëi çik problem sepse jo kishin mikrofonat që nuk punonin me njëra tjetrën dhe këto hallet tona të përditshme. Kaq ishte video për sot. Për lajmet zyrtare se çfarë ndodhi te ky takim, duhet shikoni tamam në webin e Partisë Demokratike ose në televizionet zyrtare. Kjo video është thjesht paraqëtim për t'ju treguar punën mbrapa skenave. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.